Ju falenderoj të gjithëve që keni ardhur në ambientin e Federatës Shqiptare të Futbollit për të mirëpritur në të tretin ditë radhazi këtë mini turnament që ne organizojmë për një ditë të rëndësishme, siç është dita e vajzave dhe grave. Sigurisht, ju e dini tashmë që përtej emocioneve që të gjithë bashkë kemi, ne në Federatën Shqiptare të Futbollit punojmë shumë për të rritur futbollin e vajzave në Shqipëri. Dita që ne festojmë sot është shumë e rëndësishme dhe aktiviteti për gratë dhe vajzat në Shqipëri nuk duhet mbetet vetëm në një moment. Duhet që ne të gjitha të luftojmë kundër diskriminimit. Janë pikërisht ato parime që futbolli vetë përçon, equality, pra barazia mes njëra tjetrës, por edhe profesionalizmi të jenë në pararojë të çdo zhvillimi tjetër. And really a big thank you to the Albanian Football Association. This is a fantastic event. It's an event where we bring together women from across the spectrum, whether it's from the international community, whether it's from the Football Association, from embassies, from private sector, right across the spectrum of media. So thank you to all of you, the players who are here today, who make this happen. It wouldn't be possible without you. Zakonisht futbolli është parë se ai sporti maskullor që luajmë të meshkujt dhe ne jemi rritur me këtë ide, por të gjitha vajzat e vogla, të cilat ndoshta kanë ëndër të bëhen futbolliste, duhet të kuptojnë që nuk është vetëm futbolli i meshkujve, por mund të luajnë dhe gratë dhe mund të jenë futbolliste shumë suksesshme. Prandaj ne sot kemi veshur dhe kemi ardhur të lozim në kuadër të kësaj gjëje. Jam shumë e lumtur që organizohen të tilla evente, pasi futbolli dhe vajzat që përfaqësojnë ngjyrat kuqezi e kanë treguar se ky sport nuk ka gjini. Me përkushtimin dhe talentin e tyre, ato kanë arritur shumë sukses.